Pas zjarit të rënd ditën e shtunë në vendin e grumbullimit të mbedjeve në qytetin e Vlorës, këtë të diel situata ka qenë në normalitet të plot, si kundër po ndihni dhe pamjet në ekran. Fusha e grumbullimit të mbedjeve urbane të qytetit nuk ka qenë në pushtetin e flakëve dhe në një kohë të shpejtë e gjithë zona u rikthye në gjendjen e mëparshme, pa tym dhe flak. Normalizohet situata në vendin e grumbullimit të mbedjeve urbane në Vlorë pas ditën e të shtunës vatra e zjarrit, e cila mori përmasa në vetëm pak minuta, është fikur, ndërsa këtë të diel gjatë një vëzhgimi që po realizojmë, situata është normale, megjithatë ka ende prezencë të tymit edhe pse në një vatër të vogël. Gjithsesi, duhet që vendi i grumbullimit të mbedjeve urbane këtu në Vlorë të monitorohet në 24 orë nga patrulla të ndryshme policore, kryesisht të policisë bashkiake, e cila e ka për detyrë për ta mbajtur në kontroll këtë vatër shumë të rrezikshme që është si një minë me sahat gjatë sezonit veror, në fakt kur edhe temperaturat janë rritur ndjeshëm. Pas angazhimit maksimal të gjitha strukturave të Bashkisë së Vlorës, është fikur zjarri i qëllimshëm në fushën e mbedjeve urbane në Vlorë, pas ditën e së shtunës. Në një postim në rrjetet sociale, teksa ndan momente të kthimit në normalitet të situatës, kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dredha, tha se shkaktarët e këtij krimi që i bëhet qytetit në sezonin turistik do të vihen përpara përgjegjësisë ligjore. Brenda pak orësh është vënë në kontroll të plot situata e zjarrit në fushën e grumbullimit të mbedjeve, por do të vijojmë deri në fund të gjejmë shkakun e kësaj ngjarje që dëmton turizmin dhe cilësinë e përditshmërisë së banorëve. Këtë të diel situata në vendin e grumbullimit të mbedjeve urbane të qytetit të Vlorës ishte në normalitet të plot, pas zjarr dhe pa prezencë të tymit, si kundër po ndiqni dhe pamjet në ekran. Zjarri është cilësuar i qëllimshëm edhe nga Bashkia e Vlorës për të dhënë një imazh negativ në këtë sezon turistik.